Ervreto, përshëndetje mirë se erdhët. Ju falenderoj për ftesën dhe mirë se u gjeta. Kam gjithashtu në studio avokati në Vrzaderi, përshëndetje mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Vërtet po nis me ju, është era parë që ju kam në program. Ju padyshim njihni mirë demokratët, se një kohë e gjatë relativisht angazhimit në këtë forcë politike. Gjithçka ka ndodhur me lëvizjen tuaj, keni bërë reagimet tuaja, por jemi vetëm një ditë larg zgjedhjeve që mbahen në subjektin politik në cilën ju keni qenë. Nuk e di nëse jeni ende shpirtërisht, se mbase fizikisht nuk ju lejojnë, por si analizoni këtë situatë për nesër që Berisha shkon në garë me vete? Së pari unë thash dhe pak më përpara, ju falenderoj për ftesën, por sot gjej rastin që përmes kësaj studios tuaj, sepse kemi revoltën e Spaqit dhe të Qavbarit, ku mjaft të dënuar politik u ngritën për një kauzë të madhe, madje një pjesë u ridënuan dhe disa u përshkatuan. I ngushëlloj, por jam krenar për ata fisnik që me të vërtet triumfuan, ngritën flamurin pa yll dhe kërkuan Shqipëria si gjithë Europa. Pra, disidenca në Shqipëri nuk mungoj asnjëherë nga viti 1943 dhe deri në vitin 1990. Edhe pse disa ish drejtues të Partisë Demokratike apo sot thonë që në vitin 1990 nuk u bë pjesë disidenca, po e bën shtresat e privilegjuara. Në fakt, shtrati që i përgatitur, edhe pse e majta komuniste uzurpoi edhe Partinë Demokratike edhe Partinë Socialiste. Tani unë do kthehem te pyetja juaj. Dua t'ju them se nesër nuk ka zgjedhje. Ka thjesht një riciklim të pariciklueshmes. Sepse kemi 36 vjet me të njëjtin emër, me të njëjtën figurë, i cili nuk ka çfarë jep më, qoftë për demokratët, qoftë për njerëzit e lirë, qoftë për Shqipërinë. Prandaj ne do ta trajtojmë çështjen edhe më tutje, por unë e shikoj thjesht një proces manipulativ për opinionin publik. Avokat, në kontekstin ligjor, ne kemi patur mundësi që diskutojmë edhe se çfarë përmbas statuti dhe si do të jenë hapat pasardhës, po materiali që ndoqëm shumë për zonën Kokalari dhe për padin që ajo ka bërë në SPAK me pretendimin se është marrë peng Partia Demokratike, nuk di nëse mund të ketë një ndjekje zyrtare të një procesi që nuk besoj se do të anullohet më se nesër tani më është zyrtarisht, po nga krau tjetër edhe nëse mund të konsiderohet si një proces normal kur në garë, edhe pse nuk është e tillë, ka vetëm një kandidat. Kjo edhe në formë e opinionit. Kjo është pak një situatë absurde si shumë gjëra që janë në realitetin tonë, por instrumenti zgjedhur nga aktivista që ju përmendën me drejt, në gjykim